Raporti varësisë sipas të moshuarve është një tregues i rëndësishëm ekonomik dhe demografik që mat ekuilibrin midis popullsisë ekonomikisht të varur dhe asaj ekonomikisht aktive. Ky raport mat numrin e personave të moshuar mbi moshën e punës 65 vjeç me numrin e personave që janë në moshë për të punuar, pra nga 15 deri në 64 vjeç, shprehur në përqindje. Por si qëndron Shqipëria në krahasim me pjesën tjetër të kontinentit? Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, gjatë vitit 2024, raporti varësisë ndaj të moshuarve në vend ishte 31.1%, duke ruajtur një balancë të mirë, pasi mesatarja e Bashkimit Evropian rezulton në 33.9%. Ndërsa në fillim të vitit 2025 ky tregues u rrit lehtë në 33.5%, por mbeti sërish nën mesataren europiane. Kjo do të thotë se për çdo 100 persona në moshë pune, Shqipëria ka rreth 33 të moshuar në varësi, çka tregon se vendi nuk ka arritur ende nivelet e plagjes së popullsisë që po përjetojnë shumë vende të tjera të kontinentit. Sipas të dhënave të Agjencisë Europiane Statistikore, disa nga shtetet më të zhvilluara rezultojnë me përqindjet më të larta të varësisë ndaj të moshuarve, një tregues që nuk konsiderohet pozitiv për ekonominë. Në krye të listës qëndron Italia me 38.4%, e ndjekur nga Bullgaria, Franca dhe Portugalia, secila me rreth 38.2%, ndërsa Finlanda ka një raport prej 37.8%. Këto të dhëna tregojnë se edhe në vende të zhvilluara plagja e popullsisë është një sfidë serioze që kërkon politika të mirëfillta për punësimin, pensione dhe mbështetje sociale. Në anën tjetër, Azerbajxhani paraqitet si vendi me raportin më të ulët të varësisë ndaj të moshuarve, me vetëm 13.1%, i ndjekur nga Turqia, Islanda, Malizi dhe Armenia, të cilat gjithashtu ruajnë një nivel të ulët varësie. Ndërsa shtetet përballen me pasojat ekonomike të strukturave të tyre demografike, është thelbësore që politikbërësit, ekonomistët dhe organizata ndërkombëtare të kuptojnë këto raporte për të ndërtuar strategji afatgjata.